Kur ndihesh I lodhur, mos kërko pushim tek njerëzit, kërko tek Zoti. Ai të jep qetësi që asnjë fjalë nuk mund ta jap. Njerëzit mund të japin kurajo, por vetëm Allahu të jep forcë. Dhe kjo forcë nuk është vetëm për t'i bërë ballë jetës, por për të jetuar me shpresë, me dinjitet dhe me besim, sepse çdo njeri që e ka Allahun si mbështetje është më I fortë se çdo dhimbje që e pret.